Autostrada Shkup-Blac, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore që duhet të lidh mashininë e Veriut me Kosovën, prej vitesh është shndruar jo vetëm në temë ndërtimi, por edhe një nga çështjet më të nxehta të përplasjeve politike në vend. Ideja për këtë autostradë daton prej shumë vitesh, por përgatitjet konkrete dhe intensifikimi i projektit u bën gjatë periudhës 2018-2019, kur qeveria atëhershme udhëhequr nga LSDM me kryeministrin Zoran Zaev e provoi si projekt strategjik për lidhjen rajonale dhe zhvillim ekonomik me Kosovën. Në atë periudhë u dhanë edhe premtime publike se punimet do të nisin shpejt, ndërsa u përgatit edhe dokumentacioni teknik dhe procedurat e tenderimit. Në janar të vitit të 2020, u nënshkrua kontrata për ndërtimin e segmentit të parë, ndërsa në maj të pati viti filluan punimet në teren për rreth 2 kilometrat e para të autostradës, nga pika kufitare në Blac drejt brendësisë së vendit. Projekti u promovua si një hap i madh drejt modernizimit dhe korridorit të Shkup-Prishtinë. Megjithatë, pas shumë pak kohësh, projekti u bë pjesë e debatit politik. BDI, si pjesë e qeverisë atëhershme, e mbështeti fuqishëm ndërtimin e autostradës, duke e cilësuar si projekt me rëndësi strategjike për shqiptarët dhe rajonin. Madje, disa herë zyrtarët e atëhershëm të BDI-s kanë mbajtur edhe konferenca për media në Blac, duke promovuar të njëjtën. Ndërkaq, ky projekt u shndrua në pikë përplasje mes VMRO-DPMN-s, që ishte në opozitë atkohë, dhe BDI-s, por më vonë në debat u përfshi edhe koalicioni Vlen. VMRO-DPMN ka kritikuar projektin duke pretenduar se ai është i kushtueshëm dhe i paefektshëm në formën fillestare. Sipas tyre, menaxhimi i mëparshëm ka qenë jo efikas dhe ka krijuar vonesa të mëdha. Nga ana tjetër, BDI ka akuzuar kundërshtarët politik për bllokimin e qëllimshëm të projektit dhe për pengim të zhvillimit të tij, duke theksuar se segmenti i parë është përfunduar, por për një kohë të gjatë nuk është avancuar pjesa tjetër e autostradës. Edhe koalicioni Vlen ka kritikuar ashpër mënyrën e menaxhimit të projektit nga qeveritë e kaluara, duke e cilësuar autostradën si simbol të premtimeve të pambajtura dhe vonesave të gjata. Megjithatë, Vlen nuk e kundërshtonte ndërtimin e saj, por kërkonte përshpejtim dhe realizim më efikas të projektit.